Punimet e nisura, por dhe vonesat për Muzeun Hebraik në qytetin e Vlorës kanë mbyllur dyert e muzeut etnografik i cili ndodhet shumë pranë tij. Kjo ka bërë të mundur që Muzeu Etnografik të mos vizitohet nga turistët vendas dhe të huaj, duke përfaqësuar kulturën, traditat, por edhe historinë e qytetit të Vlorës, por edhe të rrethinave të tij. Muzeu Etnografik ka qenë ndër vite një ndër më të vizituarit, por duket se për këtë vit ai do të qëndrojë totalisht i mbyllur. Duket se turistët e huaj, por edhe vendas, nuk do të kenë mundësinë që gjatë sezonit turistik të këtij viti të vizitojnë nga afër Muzeun Etnografik. Punimet që po zhvillohen në Muzeun Hebraik si dhe vonesat në realizimin e projektit kanë sjellë si pasojë mbylljen e Muzeut Etnografik në Vlorë. Prej muajsh, ky muze vijon të qëndrojë mbyllur duke mos qenë i aksesueshëm për vizitorët vendas dhe të huaj. Ndërkohë që Muzeu Etnografik ka qenë një nga institucionet që ka regjistruar një numër të konsiderueshëm vizitorësh gjatë periudhave të ndryshme të vitit, ai sot mbetet i mbyllur. Një situatë e tillë pritet të ndikojë negativisht dhe gjatë sezonit turistik të këtij viti, duke kufizuar ofertën kulturore të qytetit. Muzeu Etnografik, i cili pasqyron historinë, kulturën dhe traditat e hershme të zonës së Vlorës, sot nuk është funksional. Kjo u heq mundësinë turistëve që të njihen nga afër me një pjesë shumë të rëndësishme të identitetit dhe trashëgimisë kulturore të qytetit. Për shkak të punimeve që po kryen, muzeu është i paaksesueshëm, edhe pse mund të ishin marrë masa për të gjetur një zgjidhje alternative. Për shembull, hapja e një pavioni të përkohshëm pranë muzeve të tjerë të qytetit do të mund të ishte një opsion i vlefshëm për të mos ndërprerë plotësisht kontaktin e publikut me këto vlera. Megjithatë, aktualisht, një nga muzeet më të rëndësishëm të qytetit vazhdon të qëndrojë i mbyllur dhe ende nuk ka një afat të qartë se kur do të rihapet dhe do të bëhet sërish i vizitueshëm për publikun.